la faptul de care cred că până la mine e evident că da, să cred că trebuie să vă Sempre são meio discussione per la Ramiška da bi se ne šitali mentorni geografist, sotto il dire mentori, je bil šume venčal, se menore tenjeli, cilja angreprenta dreta politike, ciljike, ekonomike, pošto alături de asta și Comisia la școală. Tot chiar pentru dreta tenjeli, pensate come la școală, la vidinile civilizate, vendosi, ce dreta temeljale respectavano per piccoli, per vendere altare, organizzata secondo la scuola, e per vendere più altare. Comunicità, se perché la dreta a venire, se si dica per il show, per essere se vende democrazia, e stetta per la Repubblica si Kosovo, e nel linea è nato su Kosovo, un po' più felice, nel bronzo per la dreta è la maggioretta di lì. Ma se perché la dreta, hanno sentito scultura, la dreta, pitone, bravo, nella satellite bravo, molto lungo. E città da imagine che hanno problemi se la dreta radici. Io vedo le insieme dall'Ghana mostrerà il covo nel momento in cui per confronto con la dreta del Dio. Tanto universale di dreta del Dio, dretta del servizio alle scuole, sta io vedo scegliere, io vedo discriminare, io vedo perseguire, vorrei tutti i temi delle lezioni giuridiche, tutta aspetta per due le medie, le vedo indicare città, tutto in direzione. Para capo le basbarazzi, dedita capo le opportunità e basbarazzi. Potem vedem sotto asta inițiile studenti de facultate de teologie, e che mi voglio incrasi. Vedete romașă, ce aș lungă știu la tine sole de sămăritas. Le jednesini i sari nuk shëqëri për shkollave dhe në sistemin e Republikës së Bashkisë. Pra, nga mësimi së drejtës në teori, atë dhe në praktikë. Prandaj thuhet, kush është i parë për nga koha, është më i fortë për nga e drejta. Ne shqiptarët në mencionim, jemi të parë për nga koha, por jemi më të kufizuarit përsa i përket të drejta. Pikërisht, synimi i kësaj seance ka qenë që të jepet një mesazh përsa i përket të bashkëbarazisë, dhe jo bashkëjetesës. Pra, ka dhe një kundërshtim, arsye se ne politikanët do të jemi një mesazh që janë jashtëzakonisht të shkëlqyer, por nuk kemi juristësh. Sepse politika nuk kupton me juristë të fuqishëm. Dhe apeloj dhe mesazhi im në këtë ditë do të jetë juristë nderuar, bashkëpunoni me politikanët, se vetëm atë do dalin nga kjo katrahur që ka kapluar popullatën shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
ale buna në familje dhe pasojat tek të mikuri. Ne studentët e vitit të parë të Fakultetit të Drejtësisë përshëndesim pranin e rektorit të Universitetit Shtetëror të Tetohës, profesor doktor Vullnet Ahmeti, pranin e dekanit të Fakultetit të Drejtësisë, profesor doktor Mersi Maksuti dhe gjithë të pranishtit. Fillimisht, si përcjellim disa nga thënjet e përzgjedhura nga e drejta dhe drejtësia dhe në vazhdim të ndjek instancën gjyqësore të improvizuar nga ana e studentëve. E të mos dëshmosh. Është më krim se të dëshmosh për diçka që s'e ke parë. Rruga jetës është drejtësia, andaj mos u nga rruga për të hyrë në rrugica. Kush nga e drejta do të largohet, në padrejtësi do të pengohet. Strehet e jetës pikojnë në padrejtësinë e kohës. Çdo gjë e paqartë, rregulla procedurale, hetimi tensionuar, pyetje me përgjigje të rezervuar. Ju e quani të përligju veprimin. Nuk më mbet të them tjetër, pranga për drejtësinë e shfrenuar. Kush është i pari për nga koha, është më i fortë për nga i drejta. Ne kur duhet të jemi të bashkuar, kapim vare. Drejtësia ka 3 urdhra: të jetosh me nder, të mos i bësh të dëmsjetit dhe secili të marr atë që i takon. I pandehuri e dëshmitari, eksperti e gjyqtari, fala e i dëmtuari, robëri për njëri tjetrin, pengim drejtësie, në mjera demokraci, kur korupcioni të ka vërryer në padrejtësi. Nëse doni të njihni gjuhën e krimit, njihni gjuhën e vuajtjes dhe viktimës. Keni parasysh se shpeshherë kritika e padrejtë është kompliment i maskuar. Zoti e dinte se njerëzit në këtë botë do të ishin të padrejtë, prandaj krijoi dhe botën tjetër. Andaj, mos kërkon nga njerëzit të duan të mirën, mjafton të keqen mos ta duan. Jeta është përpara teje, largoju vdekjes. Këtu pula hastral, ne ham për të jetuar. Jeta dhe vdekja nuk janë veç për ty. Në do të njohësh gjuhën e krimit, një gjuhën e vuajtjes dhe viktimës. Jeta është e drejta dhe vlera më çmuar e njeriut. Ke të drejtë të sjellësh në jetë, por jo dhe të marrësh atë. Jeto me dinjitet, jeto dhe lëri të tjerë të jetojnë të lumtur. Stop dhunës. Këto thënie u përzgjodhën nga këto vepra dhe mbja e heshtur, dënimi dhe e vërteta. Heshtja do t'i dënoj, drejtësinë e kanë pranguar nga autori Bashkim Selmani. Vjeçarja denoncon në polici burin dhe bashkëjetuesit për dhunë. Një 38 vjeçare ka denoncuar në polici bashkëjetuesit e saj pasi ata ushtruan dhunë fizike ndaj saj. Në rajonin e policisë të Tetovës, ajo është shprehur se gjithçka ka ndodhur për shkak të vjerës së saj, Basfie Bajrami, 67 vjeç. Buri i saj, Ajet Bajrami, 45 vjeç, dhe vjeri i saj, Muzafer Bajrami, 68 vjeç, që të dy me banim në lagjen Murat Bafqari, numër 119 në Tetov, u denoncua në polici nga 38 vjeçarja Kaltrina Bajrami. E reja e denoncoi vjerin dhe burin e saj për dhunën që ata ushtruan ndaj saj, ndërsa ajo kishte marrë lëndime të rënda dhe kishte shenja në trup. E lënduara ka kërkuar ndjekje penale ndaj tyre, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot më dalë jeti 13
14 e mërkur, pas që përcuan të gjitha kriteret e ftesës të rregull të palëve, fillon të ardhë e shqyrtimi shqyrtor, pasi janë të gjithë të pranishëm. Thirret të dëmtuarën Katrina Bajrami. Katrina Bajrami. Në bazë të akuzës japë fjalën zonjës prokurore Rina Pashu. Zëroni zonja prokurore. Prokuroria Themelore e Tetovës lënda me numër 22 thyje për 14 Tetovë. Deri te gjykata themelore e Tetovës data 20/20/2014. Në bazë të neni 42, alinea 2, pika 4, dhe neni 4 në përputhje me neni 443, të numrit 2, të kodit të procedurës penale mbetimin e këtë propozim aktakus. Kundër Muzafer Bajramit, 68 vjeçar dhe kundër Ajet Bajramit, 25 vjeçar. Të cilët reformës 12-30 në ambientin familjar në Tetov, në lagjen Murat Bastiari. Për atës me datë 19/1/2014, reformës 12-30 në shtëpi familjare në Tetov, lagja Murat Bastiari, numër 190, thyje për 5, të akuzuarit Muzafer Bajrami dhe Ajet Bajrami rrët e ka lënduar nusen e tyre Katrina Bajrami. Në atë mënyrë me një zënd verbale midis vjerës së saj Vasfie Bajrami. Të akuzuarit e kanë sulmuar rrët, nga të Muzafer Bajrami e ka sulmuar më të se 10 herë, dhe atë nga këmbët, shpina dhe lëndimet të ndryshme trupore, ndërsa e akuzuari i dytë, Ajet Bajrami, e ka sulmuar me shumë përdruri nga këmbët, shpina dhe shumë lëndimet të rënda trupore dhe atë sidomos nga koka, nga ana e gjatë e krahërorit dhe pjesa poshtme e bokstit kurizor. Me këto veprime fizike dhe psiqike, duan të akuzuarit të kryer vepër penale lëndimet të rënda trupore, nga neni 130, alinea numër 1, në lidhje me neni 1 të kodit penal dhe në lidhje me pikën 2 kanë kryer vepra të rënda në lëndimet të lehta trupore. Mbështetur në neni 130, alinea 2, në lidhje me neni 1 të kodit penal. Dhe për këtë shkak, propozoj që gjykata të caktoj dhe të mbajë një seancë gjyqësore, kryesore dhe të verifikoj me të ftohen prokurorët themelor të akuzuarit Muzafer Ajet Bajrami e dëmtuara Katrina Bajrami të tre në baninë e Tetov në lagjen Murat Bastiari numër 190. Gjithashtu duhet të nxirren edhe dëshmimi lexim, certifikata shëndetësore datës 21/11/2014 të lëshuar nga Spitali Klinik i Tetovës, dëshmit e eksterit mjekoligjor nga mjekësia ligjore e Tetovës, anamneza e specialistit dhe specialistit numër 232 të datës 23/24 nëntor 2014, numër 34 dhe 567 thyje për 14 të datës 25/11/2014. Të gjitha këto certifikata mjekësore të lëshuara nga Spitali Klinik i Tetovës. Propozoj që pas nxjerrjes së dëshmive të propozuara të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të shqiptohen masa e dënimit për veprën e kryes penale. Faleminderit zonja prokurore. Urmëron një avukati. Faleminderit zonja gjykatëse. Prokurore plotësisht ka akuzën dhe propozojmë që edhe një herë të dëgjojmë palën e tuaj. Faleminderit. Ju lutem të thoni të vërtetën. Mosthënia e vërtetës në gjykatë për veprat penale. Emri? Katrina. Biemri? Bajrami. Mosha? 38 vjeç. Profesioni? E papunësuar. Sa vjet jeni në martesë? 17 vite në martesë dhe bashkëtesë me personin Ajet Bajrami. Si keni pasur raportet dhe si keni jetuar? Fillimisht, raportet në këtë familje u përgjithësuan se kërkon të padueshme. A mund të më tregoni si kanë qenë komunikimet me këta persona? Me kalimin e kohës, komunikimi dhe toleranca familjare të vitet e fundit u përgjithësuar. Kush u sillështë tek keqi ndaj teje dhe nga kush u përkëtësua raportet komunikuese? Në fillim Vjera dhe Djeri, më vonë edhe bashkëshorti. Kur arriti pika kritike? Pas prishjes së raporteve me Vjerën dhe Djerin, më vonë edhe bashkëshorti në këtë familje marrëdhëniet arritën pika kritike. Si e te kaluar këtë situatë dhe sa kohë zgjati? Për të ikur kësaj situate të tensionuar mendova që është më mirë të largohen përkohësisht nga shtëpia dhe ata të qetësohen.
Çfarë na kupton largimi nga shtëpia? Çfarë qëllimi kishte? Me kërkesë morale nga bashkëshorti im për të qëndruar tek prindërit e mi. Kush ju dërgoi tek prindërit e juaj dhe ku banojnë ata? Tek prindërit e mi më dërgoi burin me vetur. Ata banojnë në fshatin Sellaj se epërme. Sa kohë qëndrua? Po, buri më tha leje 4 ditë dhe unë atë qëndrova. Pas 4 ditësh ai erdhi vetë personalisht të më marrë me vetur. A mund të më tregoni çfarë ndodhi pas kthimit në shtëpi? Pas kthimit nga prindrit këtu në Tetov edhe banon, më datë 19 nëntor të vitit 2014 nga ora 11:12 në ambientet e shtëpisë Vjera filloi të grindet verbalisht. Si vepruat ju në ato momente? Po, në ato momente nuk ju përgjigja dhe nuk ju kundërpuna, sepse ajo ishte shumë e tensionuar dhe e vërtise. I tha që ju arrestuar? Jo, nuk i thash gjë, po ditoja të bësht edhe me madhe, prandaj zgjova heshtje duke qarë të vete. Kur filloi të vërtiste Vjera juaj, a ishte edhe dikush tjetër afër jush? Në ato momente kur vërtiste Vjera ime erdhi Vjeri. Si duket ju ka goditur dikush? Kush ju goditi? Në momentin kur erdhi Vjeri im, eskaloi diçka. Çfarë eskaloi? Më falni, nuk ju kuptova. Ju pyeta si duket ju ka goditur dikush? Kush ju goditi? Më goditi Vjeri. A ju ka goditur më parë person? Jo. Në ato momente kur erdhi, unë mendova që do ta qetësoj gruan e tij dhe por papri mas më drejtua me fjalët ti e marrë, që se intereson shtëpia. Çfarë ndodhi në ato momente? Duke më vërtitur, filloi edhe të më godas. Me çfarë ju ka goditur? Me shuflak, me dorez telefoni, me grusht apo me pastunin e tij? Ku ju ka goditur më tepër? Po më tepër më ka goditur nga këmbët, nga duart, shpinat dhe koka. Sa herë ka goditur? Shumë herë, por më tepër nga shpinat dhe koka. Si u ndal sulmuari ky person? Po nga plagët dhe dhimbjet që kisha, filloja të ulëronja dhe të qaja me zë. Po pastaj ndaloi sulmi ky person? Ky person ndaloi sulmin në momentin kur erdhi burri. A ndërhyri ai për të shpëtuar? Jo, përkundazi. Në fakt ai në momentet kur erdhi unë mendova që do të bisedoj me babain e tij dhe do të më shpëtoj nga duart e Vjerit. A diskutoi ai për këtë situatë parakmueshme? Ai jo vetëm që nuk diskutoi, por edhe më kërcnoi fillimisht dhe më sulmoi. Me çfarë i goditi ai? Me shuflak apo grushte? Me shuflak dhe më kërcnua me fjalët se në rast se ty të ndodhte edhe një herë kjo gjë unë vetë me duart e mia do të vras, duke më goditur pa ndalë me oflagi. A ju ka goditur edhe ndonjëherë tjetër ose ju ka kërcnuar ndonjëherë tjetër burri juaj? Disa herë, kur e nxitnin prindrit e tij. A ka ardhur në shtëpi? Po, ka. A ju ka kërcnuar ndonjëherë më art? Vetëm një herë. Pasi që ju i tha këto, a që mponin në akuzën që këta persona që të ka shkaktuar dëm të dënohen? Në bazë të asaj ja lë ligjit të vendos. Faleminderit, mund të shkoni për të parë në shkollë. Thirrjet e akuzuarit Basfie Bajrami. Basfie Bajrami. Ju lutem thoni të vërtetën. Mos thoni të vërtetës në gjykat nuk kupton vepër penale. Emri? Basfie. Vjemri? Bajrami. Mosha? 67. Profesioni? Anglise pa benzin. A mund të më tregoni se çfarë ndodhi më datë 19/11/2014 në ora 12:30 në shtëpinë tuaj, më konkretisht me nusën e djalit tuaj? Pse burri juaj dhe djali juaj e sulmuan atë fizikisht? Po shtonë nuk di shumë marrë për diska ju. Ama ne di se këtë të reja të sotit shumë për në disha. Shtaj më durojnë kur gjohë. Do më bëjt vetë si të me njerë vetë. Ama si Mardova, dhe bërë si të djera djeri e burë. Dhe punoj si ka që në ndëstone, e trafi me të djerë ma. Ajo sa në koha, pinjaka në koha. Ama si ajo, as karao, as derojë dhe mi. Këtë majra ti ka pas, të më nësogi si ka mundë. Po halla të pas juve, po si nuk i bajnë pare që ja për vjerin janë ka, për aga po amën e dhe. Se ma për burin harë, po për vjerin